Dashi, sot ndoshta do të ndjeni sikur jeni në një udhëtim me shumë kthesa të papritura. Energjia juaj është në kulmin e saj dhe kjo mund t'ju ndihmojë të përballeni me sfida të reja në punë. Kujdesuni të mos ju teproni me shpenzimet, pasi disa blerje impulsive mund t'ju lënë në një situatë të pasigurt financiare. Në dashuri, zemra juaj është e hapur për emocione të reja. Mos u trembni të ndani ndjenjat tuaja me diktë të veçantë. Një bisedë e thellë mund të sjellë qartësi dhe lidhje më të forta. Ndani pak kohë për veten dhe mendjet tuaja. Një shëtitje e thjeshtë në natyrë mund të jetë balsami që ju nevojitet për shpirtin. Kujtoni se çdo pengesë është një mundësi për rritje të re. Demi, dita e sotme do të sjellë një ndjesë stabiliteti dhe qetësie. Një bisedë me një mik të vjetër do të ngjallë kujtime të bukura dhe do t'ju ofrojë këshilla të vlefshme. Në punë, mos keni frikë të shprehni idetë tuaja. Ato do të vlerësohen dhe mund të sjellin mundësi të reja. Financat duken premtuese, por mos harroni të bëni një plan për kursimet afatgjata. Në dashuri, një gjest i vogël mund të forcojë lidhjen me partnerin, ndaj mos hezitoni të tregoni ndjenja. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të ndezë një shkëndijë të re. Ndiqni intuitën tuaj dhe lejoni zemrën të udhëheqë rrugën. Merrni kohë për të relaksuar dhe shijoni momentet e vogla të ditës. Binjakët, sot është një ditë për të çlodhur dhe për të menduar për veten. Në dashuri, dëgjoj me kujdes partnerin dhe përpiqu të kuptosh nevojat e tij. Nëse je beqar, mendo për ato cilësi që dëshiron të gjesh te dikush i veçantë. Në punë, mos u ngut për të marrë vendime të rëndësishme. Një qasje e matur do të sjellë rezultate më të mira. Shmang shpenzimet e panevojshme dhe përqendrohu tek buxheti. Financat mund të jenë pak të tensionuara, por me organizim të kujdesshëm gjithçka do të shkojë mirë. Merr një moment për reflektim të brendshëm dhe lejo që intuita të udhëheqë. Energjia pozitive do të të ndihmojë të gjesh ekuilibrin dhe harmoninë që kërkon. Kujdesu për shëndetin mendor dhe emocional. Gaforia. Sot, dielli ndriçon horizontin e të ardhmes suaj me një energji të freskët dhe të gjallë. Zemra juaj do të ndihet e pasur me ndjenja të mbrojtura, ndërsa ndjen dashurinë që rrethon jetën tuaj. Mos keni frikë të shprehni emocionet tuaja të thella ndaj personit të zemrës. Në punë, sfidat e vogla mund të shfaqen, por shkatësia juaj do t'ju ndihmojë të i kapërceni ato me lehtësi. Kushtoni një vëmendje detajeve, ato mund të bëjnë diferencën. Nga ana financiare, qëndroni të kujdesshëm me shpenzimet impulsive. Një planifikim i mirë mund t'ju japë stabilitetin që kërkoni. Krijoni hapësira për të përballuar mendimet, duke u përqendruar në ato pozitive. Një ajër optimizmi do t'ju sjellë qetësi dhe paqe të brendshme. Luani. Dita e sotme sjell një ndjenjë të veçantë energjie dhe entuziazmi. Zemra të re fort dhe është koha të shprehësh ndjenjat që ke mbajtur brenda. Një bisedë e sinqertë me partnerin do të sjellë më shumë afërsi. Në punë, je i aftë të marrësh vendime të guximshme që do të të çojnë drejt suksesit. Mundësitë financiare janë të favorshme, por shmang shpenzimet e tepruara. Dëgjoj intuitën kur të duhet të bësh zgjedhje të rëndësishme. Kujto që ndonjëherë qetësia e brendshme është streha më e mirë përballë thrazirave të jashtme. Merr kohë për veten dhe rilidhu me natyrën. Rruga drejt qëllimeve tuaja është e hapur. Ndiq atë me besim dhe optimizëm. Dita përfundon me një ndjenjë të thellë paqeje. Virgjëresha. Sot do të ndiheni të frymëzuar për të bërë një ndryshim pozitiv në jetën tuaj të përditshme. Në dashuri, bisedat e hapura me partnerin do të sjellin një afërsi të re. Prandaj mos keni frikë të ndani mendimet tuaja më të thella. Në punë, energjia juaj pozitive do të jetë infektive dhe do të tërheqë vëmendjen e kolegëve. Bëni përpjekje për të përfunduar projektet e lëna pezu, pasi kjo do t'ju japë një ndjenjë të fortë arritjeje. Financat kërkojnë pak kujdes. Bëni një plan të vogël kursimi për të përballuar shpenzimet e papritura. Ndjesitë tuaja do të jenë të balancuara, duke ju lejuar të përballoni sfidat me qetësi. Një shëtitje në natyrë do të ripërtërijë shpirtin tuaj, duke ju rikthyer në harmoni me veten. Dëshorja. Dita nis me një ndjesë qetësie dhe harmoni, duke të mbushur me energji pozitive. Sot, një takim i papritur mund të hapë rrugë të reja në fushën e dashurisë. Bisedat do të jenë më të thella dhe emocionet do të ndihen më të sinqerta. Në punë do kesh mundësinë të tregosh aftësitë tua, duke të çuar më pranë synimeve. Bëj kujdes me financat. Një planifikim i mirë do të ndihmojë për të shmangur shpenzimet e papritura. Meditimi mund të jetë një aleat i fuqishëm për të mbajtur mendjen të qetë dhe të fokusuar. Mos haro të kalosh kohë me ata që të duan dhe të. Përkëdhelësh shpirtin me kujtime të bukura. Lër hapur zemrën për të pritur mrekullitë që vijnë. Akrepi.
Sot ndjenjat mund të jenë të thella dhe reflektive. Kujdes për të mos mbetur i mbyllur në mendimet e kaluara, hapo për të shijuar momentet e tanishme. Në dashuri, është koha ideale për të ndarë ndjenja me partnerin. Një bisedë e sinqertë mund të mbush zemrën me ngrohtësi dhe kuptim. Në punë, përqendrohu te detajet, pasi diçka e vogël mund të ketë një ndikim të madh. Përmirëso strategjitë duke ndjekur intuitën e mprehtë. Financat duhen menaxhuar me kujdes, shmang shpenzimet impulsive. Kjo është një ditë për të planifikuar të ardhmen me maturi dhe qetësi. Energjia pozitive është pranë teje, prandaj mos hezito të marrësh hapin e parë drejt një ndryshimi të dëshiruar. Buzëqesh, dita është e jotja. Shigjëtari. Sot do të ndjeni se energjia juaj është në harmoni me universin, duke ju dhënë mundësinë të rishikoni qëllimet tuaja. Në dashuri, hapja emocionale ndaj partnerit tuaj do të sjellë një ndjenjë mirëkuptimi dhe afrimiteti të ri. Nëse jeni beqar, mos e nënvlerësoni fuqinë e një buzëqeshjeje për të bërë një njohje të re. Në punë do të ndjeni të motivuar për t'i dhënë formë ideve që keni pasur prej kohësh, duke ju çuar drejt sukseseve të reja. Financat tuaja janë në një gjendje të qëndrueshme, por është e mençur të shmangni shpenzimet e panevojshme. Ndërsa pasditja vjen, një shëtitje e qetë në natyrë do t'ju jap paqen dhe qetësinë e kërkuar. Vlerësoni këto momente të thjeshta. Britsjapi. Sot, ritmi i përditshëm do të jetë i ngadalë dhe kjo mund të të japë mundësinë të reflektohesh mbi disa vendime të rëndësishme që duhen marrë. Në punë, një mundësi e re mund të shfaqet dhe do të jetë e rëndësishme të jesh i hapur për t'i dhënë një shans. Nëse ke menduar për të investuar në projekte të reja, sot është dita për të bërë kërkimet e fundit. Në dashuri, një bisedë e thellë me partnerin do të çojë në një mirëkuptim më të madh mes jush. Nëse je vetëm, mund të takosh diçka që do të bëjë të ndihesh i veçantë. Kujdesu për veten duke gjetur disa momente qetësie mes tensioneve të vogla që mund të paraqiten. Mirëshëtitja e qetë në natyrë do të bëjë mrekulli për shpirtin. Ujori. Sot, frymëzimi dhe krijimtaria do të ndriçojnë ditën tuaj si dielli në mëngjes. Nëse jeni duke kërkuar për zgjidhje në punë, intuita juaj do të jetë miku më besnik. Në çështje të zemrës, një bisedë e thellë me partnerin mund të hapë horizonte të reja të mirëkuptimit. Për ata që janë vetëm, takimi me një mik të vjetër mund të sjellë ndjenja të papritura. Kujdes në financat, pasi investimet e nxituara mund të mos jenë të mençura në këtë moment. Shijoni momentet e qeta dhe reflektoni mbi ëndrat që dëshironi të realizoni. Kujdesuni për mirëqenien tuaj, ndoshta një shëtitje në natyrë do të jepë një rimbushje e nevojshme për shpirtin. Natyra do të jetë streha juaj sot. Peshqit. Sot është një ditë për të ndjerë energjinë e re që vjen nga universi. Në dashuri, lidhjet e ndjeshme zbulojnë thellësinë e vërtetë të ndjenjave tuaja. Bisedat e hapura mund të sjellin afrim dhe mirëkuptim të papritur. Në anën profesionale, një projekt i ri mund të kërkojë vëmendjen tuaj të plotë. Mos keni frikë të eksperimentoni me ide të reja, pasi krijimtaria juaj është në kulm. Financat kërkojnë kujdes, por një qasje më e organizuar mund të sjellë qetësi. Ndërsa dita përparon, merrni pak kohë për meditim ose një shëtitje në natyrë. Kjo do t'ju ndihmojë të rikuperoni balancën dhe të ndjeni një ndjenjë harmoni. Kujtoni se çdo sfidë është mundësi për rritje personale. Ndiqni zemrën dhe mos harroni të buzëqeshni.